tentuan të bien, por a mund të arrijet një marrëveshje në rast se nisin sot bisedimet, ashtu si që raportua, sepse thatë mjaft mirë që dinamikat janë tepër të shpejta edhe mund të ndryshojë gjithçka nga çështja. Gjatë javës e kaluar kishte edhe raportime se do të sulmohet pikërisht mali ku gjenden armët bërthamore të Iranit, megjithatë sikur u zbrapse nga kjo dhe sot pasdite paralajmërohen që të nisin bisedime. Çka mund të ndodhë në parem Bilal? Unë jam skeptik, thëmë drejtën. Do kemi faza të uljes dhe ngritjes të tensioneve. Uljen të avolin, dy delegacionet kanë mosbesime të dhënë mes veti. Më duket që iranianët janë mësuar me delegacionin amerikan dhe i njohin mirë, po edhe amerikanët i njohin mirë delegacionin iranian. Ata në një farë mënyrë nuk janë në gjendje të dhënë dorën njëri tjetrit. Nga se që nga viti kaluar. Pra nuk prisni që të prodhoj diçka. Unë personalisht kom dëshirë. Dëshirë shumë të madhe, po s'hapa po mendoj sinjalet vogla të cilat ndoshta deri diku do çonin sepse realisht më pas efektet e tërë këtij konflikti po vrejnë në vendet e rajonit në Evropë, në Ballkan dhe gjithçka tjetër. Blend, aty ku e kam një skepticizëm. Për shembull, dikon 13 apo 16, dikon mes 13-16 avionëve ushtarak të Kinës kanë pruar sisteme kundërajrore, caqeve jo të gjata, por në rast të invadimit të Komshorisë. Dhe këtu janë shenjë që ata kanë hyrë në Iran dhe kanë dislokuar një armatim të tillë. Edhe pse Trumpi ka thënë shpesh, nuk besoj që boksi gabimesh Kina. Po Kina ka politikën e vet sovrane dhe mund të jetë ndihmë sepse është në interes jashtëzakonisht. Pika kryesore për Kinën për BRICS-in është Irani. Do thotë ky është fakti që më bën skeptik që të kemi një zgjidhje të shpejt e cila për momentin nuk ka paqë të keqe. Thom drejtën, ndonjëherë mund të jetë një hums. Irani dëshiron të del në një farë mënyrë fitues sepse gjithë ato që janë planifikuar. Ta zomë edhe goditja që ishë bon në Yazd, ose pjesën e Isfahanit, në shtunën. Problemi mos zgjidhje raketa balistike dhe çështja e uraniumit në tokë nuk është arrit. Dhe prapë do thotë do kishim një situatë të njëjtë. Dhe kjo gjitha këto elemente të i marrë që edhe proksi i Iranit, i cili është interesuar, Dorontin ju besoj jeni të informuar që kapacitetet dhe ato shterrimet e sistemeve të dyja palëve kanë filluar të nga pak të zvoglohen dhe të kenë probleme me furnizimet e tyre. Kjo është ajo problemi që ndoshta shihni për shembull sistemi Tazo Patriot, ku dyshi. Interceptorët e tyre mund të shpenzohen, nuk ka maganizim nëpër magazinat e tyre. Dhe kjo paraqet problem shumë të madh. Dhe kjo mund të jetë edhe taktika që ndoshta strategjët amerikanë kanë kërkuar këtë. Por gjitha këto tregojnë pse unë kam një bindje që prap do kemi goditje dhe kundërgoditje, dhe prap do kemi iniciativa për të arritur një marrëveshje. Dhe sa gjatë mund të vazhdojnë kështu, Bilalli? Me qenë se po i përmend kapacitetet, po i përmend anën tjetër rrethanat në cilat gjenden të dyja vendet, sa gjatë mund të vazhdojë kështu? Dhe çfarë roli realisht pritet që ta luajnë vendet e tjera që përmendë edhe më herët, Arabia Saudite, Emiratet, Katari? Ata janë të rrezikuar. Houthi ka hyrë në disa pjesë të Arabisë Saudite. Po. Kemi diskutuar, po, gjatë javës së kaluar. Arabia Saudite ka teknologji, kuptohet, kryesisht amerikane, mirë po infanterinë, komsarinë ka bukur dëpt. Njerëz që kanë kapital madh dhe janë pasunikat mëdha, fort nuk e dojnë vrapimin edhe pozicionimet ose taktikën ushtarake. Nuk dojnë të hinë zorit, ta quaj kështu. Dhe kjo mendoj që të Blendi du më lidh në këtë pyetje, nuk do jesin me Vietnamin një decenje, ma tepër. Por unë mendoj që ande mund të kemë luftime, mund t'i gjoj pak edhe Ukrajinës. Mund t'i gjoj. Për nga jetë gjatësia, thonë? Jetë gjatësia. Mirë po, Amerikanët nuk e kanë këtë plan dhe dëshirë që të zgjasë shumë, sepse atëherë dhe kredibiliteti, po edhe çështja perandorisë amerikane vihet ndonjëherë pak në... Me qenë se ka analistë shumë që thonë kjo është rrëmje perandorisë amerikane, Irani ka qenë ai që i ka dhënë leksion amerikanëve. Dikun mund të jetë kështu, por nuk e besoj që Amerika mund të jetë ajo që të del humbse, por edhe fituese jo. Dhe tashti problemi është
Jetëgjatësia kësaj mund të jetë, po që se ka vullnet, mund të arrijet. Mrana 1-2 muaj mund të kemi një paqe, mund të thamë kështu, e cila mund të jetë, të jap shije që është paqe, por prapë mejdani është i hapun. Po, dhe qysh në fillim të kësaj bisede